edhe të paktën brezi im ka bërë një çik fizik me thënë drejtën. Ai sa ishte serioze në gjimnaz, po tani brezat që vijnë nuk e di sa të. Jo, brezat e tanishëm me thënë të drejtën bëjnë jashtëzakonisht keq fizik, po kjo është një çështje që s'dua ta them edhe sepse tham në mëngjes do japim mesazhe pozitive, por kjo që po diskutojmë është një problem i aktuali i shkencës aktuale dhe është e pamundur që të bëhet në fizikën e gjimnazit. Pra vetëm mund të trajtohet përmes romanesh ose gjërash të tilla, jo të jepet me ekuacione sepse është shumë i vështirë. Po më thoje për një libër tuaj? Po, është pikërisht ky, pra, e ka emrin Drita dhe është pikërisht i kushtohet dritës, që është dukuri e natyrës fantastike që kërkush nuk do ta mendoj se si do të ishte jeta pa dritën. Dhe unë kam qenë fokusuar në shumë të vërteta që njerëzit tashmë dinë për dritën, por edhe në këtë veti shumë spektakolare që kanë grimcat binjake, të themi, kur largohem, dhe jam munduar ta transferoj tek njerëzit edhe rat dhe ju tek ajo ideja ime, nënës me fëmijën. Megjithatë, njeriu vetë është kurioz, domethënë nxitur ndoshta nga filmat, nga leximet ose edhe nga dokumentarët e Netflixit që janë një kryevepër. Ka jetë në Mars? Jetë aktualisht nuk ka, po ajo që kërkohet të dihet është a ka patur jetë në Mars. Edhe ka gjasa që mund të ketë patur, sepse dikur Marsi ka qenë më i nxehtë se sa është sot, sepse sistemi diellor ka qenë më i nxehtë dhe pastaj është ftohur, dhe ndoshta dikur para miliarda vitesh Marsi mund të ketë patur kushte shumë të mira se sa toka për të zhvilluar jetën, edhe kjo është një nga tentativat e kërkimeve në Mars për të kuptuar a ka gjurmë të një jete, se imagjinoni në qoftë se para 1 miliard vitesh që këtu nuk ishte qelizat e para ndoshta kishin krijuar atje sikur të ketë pasur jetë, edhe mund të ketë imagjinoni të ketë pasur jetë edhe inteligjente, edhe pastaj është tofur, është ftohur, janë bërë kushte krejt favorshme dhe të ketë qytetrime që zhduken, për shembull. Kjo edhe mund të jetë e vërtetë. Dhe në qoftë se ka ndodhur kështu, ne duhet që ta zbulojmë, duhet që ta dimë, është në genin ton për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur rrotull nesh. Edhe një pyetje kurioze. A mund ta themi po, ka UFO? Ajo që mund të them është që jo, nuk janë UFO, evidenca UFO-sh nuk ka, pra nuk ka fakte që UFO të ekzistojnë. Absolutisht. Por një dëshirë jone e brendshme është që të ketë, nuk e di pse. A ka jashtëtoksor? Jashtëtoksor atë po kërkohet, edhe dëshirën e kemi. Por UFO-t është ideja që jashtëtoksor që kanë mbritur tek ne në tokë, kurse se kështu janë objekte të pa identifikuara. Kurse jashtëtoksor ne po i kërkojmë, dhe ndoshta kjo duhet thënë tashti që po flasim që nga subjektet më spektakolare të shkencës së këtij shekulli është zbulimi i jetës përtej sistemit diellor. Dhe janë bërë hapa gjigande, sepse u bë një 30 vjet që është zbuluar planeti i parë jashtë sistemit diellor, dhe sot numri i tyre ka arritur në 8000. Njohim 8000 planete, po, dhe është një numër që rritet në mënyrë eksponenciale, dhe ne jemi në fazën tashti teknologjia, teleskopët hapësinor që janë në fazën për të shqyrtuar atmosferën e atyre që janë më të përshtatshëm për jetë, dhe për të kërkuar nëse ka gjurmë jetë në atmosferën e tyre. Ky është parafrimi që bëjmë ne njerëzit, se ne nuk kemi në gjendje, nuk kemi anije të tilla hapësinore për të shkuar planet në planet për të parë se çfarë ka atje. Por e marrim përmes dritës, e marrim informacionin. Si është puna, ne, domethënë, brezi Impact ka qenë e shifte si një prej momenteve më të gëzuara dhe më të habitshme, më të veçanta, pikërisht këto lloj informacionesh. Pra, një person më i rritur që na thoshte tilla gjëra. Dhe kjo ishte arsyeja që ne menduam të bënim një bisedë në mëngjes, nëse nuk është momenti i duhur për biseda të tilla, por që për të nxitur më tepër njerëzit dhe për të parë jo thjesht tek çat GPT-a si quhet kjo, jo thjesht aty, po në një botë tjetër ku ëndra dhe fantazia mund të lëndrojnë pa frikë. Ne vërtet se njohim këtë shkencën, këtë fizikën kuantike që thoni ju, po që me fantazi ne arrim të shkojmë dhe përtej. Dhe është pikërisht kjo fantazi që ndoshta ka shtyrë botën përpara. Dhe është pikërisht kjo fantazi që
me dyshime them nëse e kemi apo se kemi më të brezat që po vinë. Domethënë Brezion s'ka pas shumë mundësira nga çkan tani dhe kjo ndoshta ka nxitur pak fantazin e cila ka shtyr shumë të rinj dhe të reja në atë kohë të brezit tuaj për studiuar për fizikën ose matematikën apo shkencat që tani ndoshta e thonë me aman kush ristudion. Kështu është. Edhe kjo është një lloj nxitje, ne kemi bërë shpesh herë dhe thirrje për të regjistruar nxënësit në fakultetin e Shkencave të natyrës. Kemi bërë disa herë, qoftë tek Universiteti i Kamzës, pse jo, bujqësore, domethënë. Dhe kemi gjetë të lloj mënyre, sepse vetë ne kështu rritëm me kuriozitet. Nuk e di sa kurioz janë brezat. Ndoshta kjo bisedë edhe i ngacmon pak. Që në stamazje gati, po që te këto të panjohurat që gjithmonë natyra njerëzore e kanë ngrishur për t'i njohur. Në mos për t'i njohur kanë studiuar për të arritur në përfundime dhe për të bërë ndoshta shkencëtar të mëdhenj, të cilët çojnë botën përpara. Unë them që ne kemi të rinj fantastik, pavarësisht se jetojnë në një mjedis tjetër, të cilët nesër padyshim që do të ishin ata emrat që mund të ishin kontribuesit kryesor. Por ju e bëni shumë mirë detyrën në qoftë se i ftoni. Rinia është e bombarduar nga informacioni ndoshta. Kjo është një formë për të bërë thirrje. Pra, duke dëgjuar të lloj që ne themi kurioziteten nga ana juaj, ndoshta grishen, ndoshta i tërheq pak. Sepse ka një diferencë nga Brezion, ne kemi pas shumë pak informacion, ishim të etur për informacion. Të janë të bombarduar nga informacioni, edhe nuk kanë shumë të vështirë që të ndajnë të vërtetën nga gënjeshtra dhe të bukur nga shëmtuara. Dhe ajo gjë që ata kanë nevojë është besimi, që t'i themi që ju mund t'jeni nesër ata njerëz që mund ta bëni këtë gjë. Dhe unë këto jam përpjek gjithmonë ta bëj. Qoftë me studentët e mi, qoftë kur bëjmë aktivitete. Se me të vërtetë rinia jonë janë shumë të zgjuar dhe janë fantastik. Dhe është të vjen keq në qoftë se edhe më ka ndodhur rasti që është i shkëlqyer, që unë e di që ai njeri po të zhvillohet, ai bëhet një emër shumë i madh nesër, e braktisin sepse edhe se nuk kanë besim te vetja. Me qartë. Si do që t'jetë Zëshponza, unë të falenderoj vërtet për këtë bisedë të shkurtër mëngjesi dhe shpresoj që kemi ngacmuar atë domethënë fantazinë apo dëshirën e ndonjë apo dy të rinjve. Të paktën. Falenderoj shumë i dashur për këto minuta. Mirë, të dashur miq, shumë pak momente publicitet për të rikthyer prapë në studio. Faleminderit.